18 milion i kishë bo garazh dhe i kishë bo parkingjet për gjysën e Prishtinës. 18 milion. Në qasë se ka 100.000 i ndajmë, bojë 180 banesa, i kishë fukaran i kishë vendosë. Për qështu, ma mirë ka qenë me qërkullu automjetët se milion këtë gjendje. Ka punë këto ma të meshme për më punu. Kanë filluar punimet në rrugën Gjergj Bush, të cilat parashihen që të zgjasin një vit. E këto punime përfshin hapësirën prej katedrales Nëna Terezë e deri tek sheshi Zahir Pajaziti. Kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka thënë se është njëri ndër projektet më të mëdha në kryeqytet, e që ndërtimi i këtij sheshi komunës së Prishtinës do t'i kushtoj 18.4 milion euro. Nashta ja vlen për kryeqytetin, po me 18 milion i kishë bo garazh dhe i kishë bo parkingjet për gjysën e Prishtinës, nën toksore. Mo bo shesh, poshtë mo bo rruga dhe parkingjet. Në fat, rasisht ke pyet njerën që e njeh pak matematiken. 18 milion. Në qasë se ka 100.000 i ndajmë, bojë 180 banesa, i kishë fukaran i kishë vendosë. Kjo është zhvatje e parëtuat mija e popullit. Zhvatet, nuk kemi na shtetë që ndrymë hajgar me 18 milion. Shka kemi, veti kemi zjedh, veti kemi edhe në votat japin. Gjithë ka mundën me bo, po këtë të s'mundën gjandurën këtë si përfaqe. Unë kom të që probleme si të kënë lulishtë, lojnë, këtë. Cilën si përfaqe? Ku është ajo si përfaqe? Këtu vetëm do të ka në gjep tyne, në oligatat e ndërtimtarisë. Nuk po hinja. Kohën tonë na kemi ndërtuar grandin, kemi ndërtuar institute, që herë lindin, ato. Ta është jetë koha për ndërtojnë hajgare me popull. Unë po më dhimin të popull, 180 banesa, a di shka të me thonë 180 familje mire atue. A di shka të me thonë kjo, në këtë vërsni, a dinsh? Ta për japit për hajgare. Jo, shesho ma mirë me qenë, po jo me dhonë 180 milion. Po 180 milion dhe shumë është. 18. Edhe 18 milion është absurde, edhe 180.000 shumë, me dhonë. Për tonë, pas 100 vjetë e ka thërë shtëri komë, sa ki arganin, nësë kemi argan për me bëksi zbavitje. Nuk kemë. Kemi po, e vërteta e nësi, kybi që ky popull. Së mundën për, dhe me emitue Gjermanin, Anglinë. Le të qohet për këta, të imitojnë mu, një më inxhinë, më ishtë me më imitu mua. Jo kur, se duhet më shkua, se kur unë me hongër pa shteta 50 zagat, edhe më këthy me një dije. Nuk bos, të mundësi tonë asë në këndë. Po, vështirë është mu deklaru kur nuk i dim detalet e projektit teknik. Ndoshta 18 milion euro si po konsistoni ju për një rrugën shumë, po besoj që ata 18 milion një destinum edhe për punë tjera të sheshit. Po në bashim të i këqyrë, qka përmbanë kjo Nuk rrugë? po i din detaljet. Nuk po i din detaljet. Ma mirë shesh se kjo rrugë, ma mirë shesh se kështu që është. Ta është të shumë se qka përmbanë kjo rrugë, na veda për ta dhe me shikue, qka përmbanë kjo rrugë. Kjo, sa shesh kjo? Definitivisht kjo nuk është shesh, kjo ka qenë rrugë.
për qarkullimin automjetëve, kjo nuk është për të të shumë, nuk po di se shka përmban. Po a ka qenë ma mirë sa kanë qarkullu automjetet, a me u bë shesh? Pa nëse bëhet shesh, në base ti projekte, atër ma mirë ka qenë. Për qështu, ma mirë ka qenë me qarkullu automjetët se milion këtë gjendje. Katastrofë është kja. Ka punë këto ma të meshme për më punu. Sigurisht ja vlen, po kem do mangësi dhe zona pak ma të rëndësishme për me, se kjo është shumë projekti i qëllumë, se vërtet vrasht kjo. Në rëqtetare, kocka, beton, bla bla, femt, e shef femt, kush kuna ideator nuk e di, për gjelbrim, në shuj kanë të sëngu. Ato me rëmbulaksu me dekoru, po në vrasht i preshin. Na kemë nevoj për gjelbrim, jo për beton. Mendoj shpresoj shola në farë gjelbrimi mirë, se sigurisht për pamja të qendra e qytetit. Ka investime. Bugjetin tash se di, që po më varet edhe për qendrës, komuna, për parimi ka i djetë mira, unë e njëf. Disëvar potenciali ka stafin e mirë, ka Albanin afere, mështë përmendit tash me emrat, janë punëtorë, janë dërgjeqen të kulturun. Përseshen i nërantat për patetat, hajtat dhe lëvergjit që i ka edhe për para dhe tash me pengu, sigurisht se dhe kishë gjithë problemin e qytetit. Ka dhe mangësi dhe gja, shiko, me vëmendje, për cilin sigurisht me dhja. Po të punojnë drejt, në barë dhe mirë, gjithë dhe gjotë dhe të shënë drejt. Jo partit me zvete, jetë sëngu me projektet, bla bla bla, procedura, dokumentacioni, këto qytetari po vunë. Këto gjenda shtetërore është mizere, frekuentojnë disa njerëz që vërtet i kanë materialisht punë mirë. Ata që për 70% popullit kanë ngecë, nuk i kanë të 3-4 rëngje. S'kanë para me kry obligimin dhe varkë, të i runë për fëmijën e vetë. Që ta shkëllaj që në bërë shtojnë shumë mangësi ka. Një javë me të folë për paregullësit, për kundërlëshires, ade? Kjo është për qytet, gjysma e Kosovës, gjysma e Kosovës frekuentojnë brenda ditës Kosovë. Në Prishtinë, fakt. Kjo është së të ngarkume. Me një gjohë kam arrit qëllimin, se për shambull ka orë dikush ka me ofendu askan, se sigurisht ka orë për në nevoj. Parkon kjerën pavarësisht se ku edhe blokon të ditën. A qytetari që aty banan, kështu e remujat kështu krijohen. Ka bo një zgjidhje për parkingje, për sene, kjo është një farë zgjidhje, por ndoshta nuk e kisha leju më përjetone me bloku këtë rrugë. Se edhe bizneset pak i pengon kja. Shef, nuk jam montash të me nol kjerën atë me bloku, me bledi shka me në dëshan. Po një ecuri pak ma. Do të që është arsyshme. Nëse e bojnë si duhet, nëse duket bukur është praktike, pse jo. Jo, sa ma shumë rrugë për këmësor, ma pak automjete, me shëndetshme është. Është më mirë për banorë, vetëm nëse se dinë.